Sot do vazhdojmë me ato të drejtat e skedarëve dhe të direktorive. Tani, Linuxi është një sistem që quhet shumë përdorues, domethënë multi-user. Multi-user domethënë që disa përdorues mund ta përdorin. Kështu që për të dalluar një përdorues nga një tjetër, çdo përdorues ka llogarinë e tij në Linux. Dhe çdo përdorues ka edhe një direktori që quhet direktoria home ose direktoria kryesore e përdoruesit. Dhe po ashtu sistemi Linux i ndan sipas ato të drejtat e skedarëve sipas përdoruesve. Domethënë skedarët që i krijon një përdorues janë në pronësi të këtij përdoruesi. Dhe mund të shikojnë, mund të mos i shikojnë të tjerët. Varet se çfarë të drejtash jep ai që i krijoi. Pra, krijon kushtet për t'i ruajtur ato të drejtat e skedarëve të çdo përdoruesi. Tani, ne po krijojmë një skedar test me touch. Komanda touch krijon një skedar bosh. foo.txt. Touch foo.txt dhe po bëj komandën ls. Vazhdo, mund të shkruaj. Po. Fshira po përdrajtësën dhe në atë kuptonin. Nuk ka gjë. Vazhdojmë. Shkruaj touch foo.txt dhe pastaj lsl foo.txt. Tani, kjo komanda ls liston këtë skedar, po opsioni -l, çfarë bën opsioni -l? Është long listing. Domethënë që bën një listim të gjatë me disa të dhëna më tepër. Shumë këtu është emri i skedarit, vetëm emri i skedarit foo.txt, këtu është data. Çfarë është data? Data e krijimit, data e modifikimit. Sa po e krijon? Ora 9 ca 26 shtator. Pastaj këtu është madhësia e skedarit. Kjo komanda touch krijon një skedar bosh. Ky skedar është bosh, kështu që madhësia është 0 byte. Pastaj këtu kemi emri i pronarit, kush e krijoi këtë, është përdoruesi UV. Prandaj është kjo UV këtu. Është edhe emri i grupit, është grupi UV. Sepse zakonisht çdo përdorues ka një grup të tij. E krijon, kur krijohet përdoruesi, krijohet edhe një grup për atë. Pastaj mund të jenë edhe grupe të tjera për të grupuar disa përdorues në një grup, edhe u jep të drejtat sipas grupit. I jep të drejtat grupit dhe të gjithë përdoruesit që janë në këtë grup i kanë ato të drejta. Pastaj kemi edhe këtë vargun me shkronja këtu, që janë të drejtat e këtij skedari. Dhe po të shikojmë, kemi një treshe këtu, një treshe këtu dhe një treshe këtu. Kjo treshe e parë është për të drejtat e pronarit ose e përdoruesit, ai që e krijoi këtë skedar. Kjo treshja këtu është për të drejtat e grupit, që është në këtë rast është vetë grupi UV. Dhe treshja tjetër është për të drejtat e përdoruesve të tjerë të sistemit, që janë jashtë grupit. Tani, këto të drejtat këtu janë R, W edhe mund të jetë X. Kjo R është read, që ka të drejtën ta lexojë. Çfarë do të thonë ta lexojë, të shikojë përmbajtjen e këtij skedari, të shikojë emrin, të shikojë edhe përmbajtjen. Kjo W Kjo W ka kuptimin write, që mund ta shkruajë të skedar. Domethënë mund ta hap, mund ta modifikoj, mund të shtojë një rresht, mund të fshijë një rresht e kështu me radhë. Dhe kjo e fundit që faktikisht është minus, që nuk e ka këtë drejt, është X. X ka kuptimin execute. Domethënë që ky është një skedar i ekzekutueshëm dhe mund të jetë script, mund të jetë një program dhe mund të ekzekutohet nga sistemi, nëse ka këtë drejt. Tani, kjo e para këtu, që është minus, mund të jetë D, mund të jetë minus. Dhe kur është D, tregon që është një direktori. Kur është minus, tregon që është një skedar. Për shembull, nëse bëjmë ls minus L për të listuar këtë përmbajtjen e direktorisë ku ndodhemi. Po të marrim rastin e kësaj rreshtit parë, që është desktop. Këtu kemi një D këtu. Kjo D-ja tregon që është direktori. Po të marrim rastin e këtij programit input.txt për shembull, ose të marrim rastin e këtij p001.py. Këtu kemi një minus, që tregon që nuk është direktori, është skedar.
faktikisht kjo LSI-ja na tregon edhe me ngjyrane, po nëse nuk do shfaqte ngjyrat, do ta kuptonin nga kjo D-ja këtu për shkak që është një direktori. Dhe tani këto që thashëm read write execute janë për një skedar, të drejta për një skedar. Po një direktori prap ka read write execute, por kanë një kuptim pak më ndryshe. Për një direktori, kur themi që ka drejtën R për lexim, mund të shikoj përmbajtjen e asaj direktorie. Pra, nëse e ka të drejtën R, unë si pronar e kam të drejtën R, mund të shikoj përmbajtjen e kësaj direktorie. Edhe grupi e ka të drejtën R, edhe të tjerët përdoruesit e tjerë të sistemit që janë jashtë grupit e kanë të drejtën R. Pra, të gjithë mund ta shikojnë se çka ka brenda kjo direktori. Këtë kuptim ka R-ja për një direktori. Kurse për një skedar ka kuptim që mund të shikosh përmbajtjen e atij skedari, rreshtat që ka, përmbajtjen tekst apo çfarë do të tjerë. Kjo write për direktori ka kuptimin që aty mund të krijohet një skedar ose një nën direktori brenda kësaj direktorie. Pra për një skedar, write ka kuptimin që mund të shtojnë rreshta ose mund të fshin rreshta. Për një direktori, e drejta write W ka kuptimin që mund të shtojnë skedar ose mund të fshim skedar. Mund të krijojmë direktori brenda kësaj ose mund të fshim direktori. Dhe kjo X-i për një skedar ka kuptimin që mund të ekzekutohet skedar, është i ekzekutueshëm. Për një direktori ka kuptimin që ne mund të shkojmë brenda asaj direktorie. Për nëse unë bëj CD, mund të shkoj brenda kësaj direktorie. Po kështu edhe grupi mund të shkojë, se e ka të drejtën X. Edhe të tjerët mund të shkojnë sepse e kanë të drejtën X. Mund të shkojnë brenda kësaj direktorie. Këtë kuptim ka X-i për një direktori. Në rregull. Tani nëse duam të nxjerr edhe një herë këtë komandën ls-l foo.txt. Nëse dua të ndryshoj të drejtat e këtij skedari, mund të përdor komandën chmod. Chmod 600 dhe do ta sqaroj se çfarë është kjo 600 foo.txt. E bëj prap ls-l, të shikoj çka ka ndryshuar. Bëjmë një këtë komandën chmod, sepse kemi një gabim këtu. Atëre, pra kjo chmod ndryshon të drejtat. Tani çfarë kuptimi ka 600? Ky numri 6 është për të treshën e parë këtu. Ky numri 0 është për të treshën e dytë, që janë të drejtat e grupit, dhe numri 0 është i fundit është për të drejtat e përdoruesve të tjerë. Tani kjo 6-a është nëse e shkruajmë ne në formatin oktal. 6 ose nëse e shkruajmë në formatin binar me 0 njësha. E dini çfarë është formati binar? Për shembull nëse shkruaj 1-0. Çfarë numri është 1-0? Njësh 0. Në formatin binar, numri ka vetëm 0 dhe njësha. Nëse kemi këtë numri njësh 0, cili numër është në formatin vjetor? Tani, kjo 0 këtu ka kuptimin njësh. Ky njësh këtu ka kuptimin 2, ky njësh këtu ka kuptimin 4, ose 2 në fuqi të 0, 2 në fuqi të parë dhe 2 në fuqi të dytë. Meqense kjo është në pozicionin 0, 2 në fuqi të 0. Kjo është në pozicionin 1, 2 në fuqi të 1. Kjo është në pozicionin 2, 2 në fuqi të 2. Pra, njësh, 2, 4. Tani, këtu te 0 nuk e kemi njëshin. Këtu tek njëshin e kemi 2-shin, këtu tek njëshin e kemi 2-shin. Pra, 4 edhe 2, 6. Këtu nuk e shtojmë njëshin se e kemi 0. Pra, njësh 0 është 6 në formatin vjetor. Dhe ajo 6 aty, pikërisht këtë kuptim ka, nëse shkojmë në formatin binar, ajo është njësh 0. Dhe këtu kemi read, write edhe execute. Pra, kjo ja jep të drejtën read, 6-a, ja jep të drejtën write, po nuk jep të drejtën execute. Edhe po të shikojmë këtu të drejtat që ka ky skedar për përdoruesin, kemi read, write dhe jo execute.
Tani zeroa në formatin binar shkruhet 0, 0, 0. 0, 0, 0 nuk ka R, nuk ka W, nuk ka X. Edhe këtu I kemi që nuk ka te kjo treshja këtu. Nuk ka R, nuk ka W, nuk ka X. E njëjta gjë edhe për përdoruesit e tjerë. Pra, kjo 600 I shpreh ato nderat nëpërmjet të formatit binar. Do të thotë I shkruajmë atë numrin në formatin binar dhe jep se ku duhet kemi R, ku duhet kemi W dhe ku duhet kemi X. Vetëm se kjo është pak nuk është e ngatruar, se po të mësojmë ato për shembull 755 ose 644 janë ca numra që mbajnë mend përmendsh. Nuk është se janë shumë numra. 644, 600, 755, 750 gjë që bëhet. Megjithatë ka një mënyrë tjetër për t'i dhënë të drejta dhe për t'i hequr. Për shembull, nëse e bëjmë kështu mod U plus X. Shkruajtë. A? Nuk është shkruajtë. Do të heq këtë. Se pengon ajo që nuk shkruajtë. Po ndoshta ajo pengon ajo. Atëre Ç mod U plus X fu pikë X të. Në termë që gjetë nga FLSL, edhe shikoj të treta tani. Çfarë bëra këtu? Edhe një, ta shkruaj edhe një. Ç mod U plus X fu pikë X të. Qa mendoni se bën kjo U plus X? U plus X I thotë që për përdoruesin, user, shtoj të drejtën X. Dhe këtu tani shikojmë që kemi një X, këtu tek të drejtat e përdoruesit. Sepse kjo treshja e parë quhet të drejtat e përdoruesit, dhe shnohet me U. Kjo treshja tjetër quhet të drejtat e grupit, edhe mund të shnohet me G. Dhe treshja e fundit quhet të drejtat e të tjerëve, others, mund të shnohet me O. Ja të shikojmë edhe disa shembuj tjerë, po fillimisht po ja heq të drejtën X. U minus X, fu pikë X, e bëj edhe një LSL, edhe shikoj që X-i është larguar që aty. Tani, po jap një shembull pak më të ngatruar. Nuk është I ngatruar, po Ç mod U plus X, pastaj presje GO baraz me RX fu pikë X të. Edhe do ta shpjegojmë, do ta sqarojmë. Tani, U plus X jep të drejtën X përdoruesit. Se këtë e pamë, është e qartë. Pastaj, ajo presja vazhdon me të drejta të tjera. GO është grupi dhe others, grupi dhe të tjera. Ajo baraz I thotë që do ketë këto dy të drejta, R dhe X. Pra, kjo barazi mund kemi plus, ja shton, mund kemi minus, ja heq. Po mund kemi edhe baraz që do thotë që do ketë këto të drejta, do ketë këto dy të drejta, R dhe X. Pra, përdoruesit I shtojmë X, grupit dhe others të tjerëve I vendosin të drejtat R dhe X. Që kemi këtu, R dhe X. Tani, mund të kemi një shembull të tillë, për shembull kemi UGO minus X. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë që për userin, për grupin dhe për të tjerët, I heqim të drejtën X. Edhe ja e kemi hequr, tu se kemi, nuk e kemi. Tani, kur shkruajmë të UGO, mund të shkruajmë, në vend që të shkruajmë UGO, mund të shkruajmë edhe A për all. Po. Ta bëjmë me minus edhe U shkruajmë të drejtat tjera. Me minus dhe U X.
presim. Dhe minusi që bëhen ndër plus. Kaj. Atëre, kur shkruajmë UGO, mund të shkruajmë edhe A, për all, për të gjithë. Është e njëjta gjë. Ose mund ta shkruajmë, mund ta heqim fare këtë, edhe themi -x, vetëm thjesht -x. Kur themi vetëm -x, do të thotë që e heqim për të gjithë. Ose +x e shtojmë për të gjithë. Ose +x, pra mund të themi -x. Kur themi -x, hiqet edhe nga përdoruesi, edhe nga grupi, edhe nga të tjerë. Kur themi +x, shtohet edhe te përdoruesi, edhe te grupi, edhe te të tjerët. Në rregull? Tani e pastrojmë ekranin, e bëre? Jo, kam atë, +x e +x. Po, provojë. Change mode, tani. Bëj vetëm -x, se është e njëjta gjë. Po, atë do të çave +x. Ska. Në rregull. Tani e pastrojmë ekranin me klik dhe do shikojmë disa gjëra të tjera. Për të shkruar një përdorus të ri në sistem, mund të përdoret komanda user add. Mund të ketë komanda të tjera, por kjo është një nga komandat. User add help. Shikojmë helpin me anë të kësaj komande. User add help. Edhe këtu mund të kemi disa opsione, edhe emri i llogarisë që do krijohet. E provojmë? User add. Ja klika të nxjerrë një, ja këtu, shikoj aty në fund. User add. Me një shë. Po. Tani, këtë komandën mund ta përdorim duke me disa nga këto opsione. Për shembull, -m, -s bin bash, /bin /bash, edhe test 1. Nuk po jap enter akoma që ta shikojmë se çfarë do të them këto. Tani test 1 është username-i që do krijohet. Pra do krijohet një llogari re me këtë user, për këtë user, me këtë username. Tani kjo -m, po ta shikojmë këto opsionet, kemi create the user's home directory. Nëse nuk e shtojmë këtë -m, nuk krijon një home directory për këtë user. Po, meqenëse ne po i shtojmë opsionin -m, krijon një home directory. Tani opsioni -s, ku e kemi? -s login shell of the new account. Atëre kur të bëj login ky përdorues, do përdori bin bash si shell. Sepse kur një user hyn në sistem, duhet të ketë një shell që të komunikojë me sistemin. Shelli është si një ndërfaqe midis përdoruesit dhe sistemit. Shelli merr komandën që jep përdoruesi dhe ekzekuton. Këtu ku po shkruajmë ne komandat, jemi duke përdorur një shell në këtë terminalin. Me anë të këtij shelli ne komunikojmë me sistemin duke dhënë komanda. Ky shell quhet bash, që po përdorim ne. Është nga më të përhapura. Ka dhe shell të tjera, por ky është më i përhapur. Atëherë i jap enter. Po, e provojmë këtë komandën, user add -m, -s. Po, test një pa vënë bosh, para njëshin. Jep me shikja, atë? Ok, në rrë, enter. Tani, qa thot permission denied? Pse thot permission denied? Sepse unë jam përdoruesi UV, që jam një përdorues i zakonshëm. Një përdorues i zakonshëm nuk mund të krijojë llogarin në sistem. Duhet të jep administrator ose super user. Atëherë, siç e kam këtu shkruaj Ctrl A. Ctrl A që shkoj në fillim të rreshtit. Ctrl A që shkoj kursori në fillim të rreshtit. Ctrl A dhe shkruaj sudo. Sudo do të thonë që bëj si super user këtë komandë. I jap enter, më kërkon passwordin e përdoruesit UV.
edhe ekzekuton këtë komandë. Kush është pasurdi juaj? 26. Më bëjt 26, ajo të Po, hapë. 2026, 2026. Ajo që hapet, pasurdi që përdoret për hyrjen në llogari, 2026. Pra, nëse japim komandën me sudo, ekzekuton këtë komandë si administrator dhe në këtë rast e krijon këtë llogarinë ose këtë account. Tani bëjmë një ls home. ls/home. Atëherë çfarë shikojmë këtu te /home? Shikojmë këtë direktorin UV, që është direktoria e përdoruesit që po përdoren tani, shikojmë edhe këtë test 1 që sapo e krijova. Unë kam krijuar edhe disa përdorues të tjerë kot më përpara, por ju duhet të keni këtë. E keni këtë direktorin test 1? Po, okay, në rregull. Po, atë krijuam. Pra, është krijuar edhe direktoria test 1, që është direktoria home e këtij përdoruesi që sapo krijuam. Domethënë /home/test1. Le ta shikojmë çka ka brenda kjo direktoria test1. ls/home/test1. Enter. Test1. Enter. Çka ka brenda direktoria? Thot permission denied. Pse thot permission denied? Sepse test1 është një përdorues tjetër. Ne nuk mund të shikojmë si përdorues UV, unë nuk mund të shikoj përdoruesin direktorinë e përdoruesit test1, nuk kam të drejtë. Por a mund ta shikoj si administrator? Si mund ta bëj që ta shikoj si administrator? Sudo. Nxjerrim edhe një herë komandën me shigjet. Ctrl A që të shkojmë në fillim të rreshtit. Ctrl A, Ctrl A, edhe shkojmë sudo ose sudo. Edhe kjo na tregon tani përmbajtjen e asaj direktorie. Tani, pse s'na kërkoj pasword këtë rast? Kur i dam sudo e me kanë kërkoj pasword. Këtë rast nuk e kërkoj paswordin. Sepse ajo e ruan paswordin që i kemi dhënë ne për një farë kohe në cache. Edhe nëse ne do apim edhe 4-5 komanda të tjera, nuk ka problem, ajo s'na kërkon me paswordin. Pas një farë kohe mund ta kërkoj prapë. Po tani për tani Nisë si kur marr kompjuterin ndezë, kur punon. Tani për tani ajo e ka në mendje paswordin që i kemi dhënë ne, kështu që s'është nevojë ta kërkoj prapë. Tani, pasi e krijuam këtë llogarinë e përdoruesit test1, duhet të caktojmë edhe një pasword. Nuk i kemi caktuar pasword. Atëherë, për të caktuar paswordin e një përdoruesi ose për ta ndryshuar paswordin e tij, përdoret komanda passwd, password test1. Pra unë dua që të vendos ose të ndryshoj paswordin e përdoruesit test1. Çfarë thot? You may not view or modify password information for test1. Pse kështu? Po, do kemi administrator që të ndryshojmë passwordin e një përdoruesi. Një përdorues i zakonshëm nuk mund ta bën. Atë si mund ta japim këtë komandë si administrator? Sudo. E nxjerrim me shigjetën lart, Ctrl A, të shkojmë në fillim të rreshtit edhe sudo. Tani, meqense ky nuk ishte password, më thot new password, po të kishte new password, po jap një password kodën. Ju jepni një password çfarë doni. Tani këto të bet password, do password të shortë dhe po s'ka problem, edhe pse ankohet kjo e pranon atë passwordin, se prapë pastaj thot retype new password, do ta shkojmë edhe një herë, edhe pastaj thot password updated successfully. Pavarësisht se u ankuar që është një password shumë i thjeshtë, e pranon. Se po ja vjen si administrator, sistemi Linux nuk të kundërshton. Po i dhe një komandë si administrator nuk të kundërshton. Po këtë, po ta më fjalë këtu. Kur e bën këtë, ndryshohet në përgjithësi me modin apo jo? Ndryshohet passwordi i përdoruesit test1. Pra nëse ti Jo në përgjithësi të kompjuterit. Jo i kompjuterit. Shiko, kur hyn në kompjuter, hyn si përdorues UV. Përdoruesi UV e ka atë passwordin që përdorim ne, 2026. Po. Nëse do hym si test1, do përdorim këtë passwordin e ri. Dakor? Kur hyn te test1, do vesh passwordin e test1. Do vesh passwordin e test1. Kur hyn tek UV-ja, do vesh passwordin e UV-s. Po.
Po të krijojmë një përdorus tjetër, do ishte te llogaria e tij, do përdorësh pasortin e atij. Nëse do krijojmë një përdorus tjetër. Dakor? Do shkruaj edhe një pasordi, i njëjti pasord për të dy. Do shkruaj edhe një pasordi. Apo, po që... Po, e ke shtu kurrentën? Okej, do edhe një. Provoj edhe një, jep një pasord të thjeshtë. Në rregull? Tani, duke qenë përdorus UV, unë dua që të hyte përdorusi test 1. Këtë mund ta bëj me komandën su, switch user, edhe -l, që të hyj si login, të bëj login te test 1. Pra, dua që të hyj tek përdorusi test 1. Jep pasordin jep pasordin që sapo i dhash, që sapo krijova, dakor? Kjo SU ka kuptimin switch user. Do të thënë që ndro përdorusin, jep përdorus UV, kalon te përdorusi test 1. Na tregon faktikisht edhe prompti këtu që jemi te përdorusi test 1. Por unë mund të shkruaj edhe për shembull ku e maj. Ku e maj më thot test 1. Jam përdorusi test 1. Mund të shkruaj për shembull print working directory. Working directory është /home/test 1. Që është direktoria shtëpi e përdorusit test 1. Ose mund të shkruaj edhe komandën ID. Komanda ID tregon user ID, sepse sistemi i cakton një ID për çdo përdorues. User ID është test 1 dhe emri është ky numri këtu, 1000 ca, dhe username është test 1. Pastaj automatikisht krijon edhe një grup kur krijohet një user, ajo komanda user add apo add user si e kishte. Kur krijon me atë përdorusin test 1, krijon edhe një grup automatikisht me këtë ID dhe me këtë grup name, emri i grupit test 1. Dhe grupet ku është pjesë ky përdorues është bën pjesë vetëm të grupit test 1. Tani, për të dalë nga përdorusi test 1 dhe të kthejmë atje ku isha, shkruaj exit. Kjo exit del nga përdorusi nga llogaria e përdorusit test 1 dhe unë jam prapë tek llogaria e përdorusit UV. Tani po të shkruaj ku e marr këtu, më tregon që jam përdorusi UV. Tani këto llogaritë e këtyre përdorusve ruhen edhe username edhe disa të dhëna tjera, ruhen te skedari /etc/password. Pra te ky skedari /etc/password. Po ta shikojmë se ne kemi parë edhe përpara, po ta shikojmë me komandën file. Shikojmë që ky është ASCII text. ASCII text do të thënë që është i lexueshëm, ka shkronja brenda. Kështu që nëse është i lexueshëm, ne mund ta hapim me komandën less, për shembull, që të shikojmë se çfarë ka brenda. Edhe këtu brenda nxjerrë edhe një herë, edhe shkojmë komandën less. Do të komandës file, shkojmë komandën less. Atëherë, çfarë shikojmë këtu brenda? Për çdo resht, do të për çdo llogari kemi një resht. Root është superuser i sistemit. Janë disa llogari tjera dhe po të shkoj këtu nga fundi me space ose me shigjet. Me space shikoj që këtu kam edhe një resht për llogarinë UV, për shembull, kam edhe një resht për test 1 që sapo e krijova. Atëherë, këtu kemi disa fusha të ndara me dy pika. Këtu është username-i. Këtu normalisht do të ishte passwordi, por nuk është passwordi aty, nuk ruhet aty passwordi sepse ky skedar është i lexueshëm dhe po të vendosi passwordi aty do lexojë. Kështu që ka një X. Pastaj këtu kemi user ID, group ID, nuk e di çfarë dihet këtu, që është bosh, midis këtyre dy pikave. Pastaj këtu është direktoria home është /home/test1 edhe këtu është shell-i që përdoret për të përdorus. Pra nëse test 1 bën login ose nëse përdorusi UV këtu bën login me shell do të japet shell ose do përdorë shellin bin bash.
që është bash shell. Shtyp Q për të dalë nga programi LESS. Tani siç ishte ky programi, ky skedari etc password, është edhe një skedar tjetër etc grup. Ky ka nga një rresht për çdo grup. Po ta shikojmë përmbajtjen e këtij me LESS. Do shikojmë që kemi për shembull janë këto grupe në sistem. Edhe në space shkoj në fund, shikoj që kemi këtë grupin UV, kemi dhe grupin test 1. Te grupi UV ndodhet dalim me Q. Nga programi LESS dalim me Q. Tani, si që kishim të skedarin etc password, etc group, kemi edhe një skedar shadow. Ky skedar faktikisht ruan passwordin, por nuk e ruan tekst të thjesht, por e ruan të enkriptuar në një farë mënyrë. Nëse përpiqemi ta shikojmë me i bëj një ls, lsl, ls-l, përpiqem ta hap me l, me LESS, e hapim me LESS, çfarë thot LESS? Permission denied. Pse permission denied? Po të shikoni aty te LSL që do më sipër, shikojmë që ky skedar ka si owner root, edhe si grup shadow. Tani, unë jam useri UV, nuk jam useri root. Nuk jam as në grupin shadow, kështu që unë bëj pjesë tek others. User UV bën pjesë tek others. Tek others nuk ka të drejtë as lexim, as shkrim, as, kështu që nuk mund ta hapi për ta shikuar, përdoruesi UV. Po nëse duam ta shikojmë, si do ta bëjmë? Sudo. Shkojmë këtu në sudo LESS. Edhe mund të shikojmë përmbajtjen e këtij. Tani, nëse shikojmë këtu tek përdoruesi UV për shembull, passwordi i këtij përdoruesi është ky. Ky është passwordi i përdoruesit UV? Jo, passwordi i përdoruesit UV është 2026. Po këtu është në një farë forme të enkriptuar, ose është hash, diçka si hash function që nuk ka rëndësi, po nuk është i lexueshëm direkt passwordi. Kthehemi edhe një te skedari foo.txt. LSL foo.txt. LSL foo.txt. Tani çfarë shikojmë këtu? Kush është pronari i këtij skedari? Është përdoruesi UV. Nëse unë dua që ky skedar të kalojë në përmësit të përdoruesit root, si do ta bëj? E bëj me chown. Chown që ndryshon ownerin e këtij skedari, root 2 pika foo.txt. Prap kemi operation not permitted. Pse? Sepse atë pronarin e një skedari mund ta ndryshoj vetëm superuser. Atëre si do ta bëj që ndryshoj pronarin? Shkoj prap te komanda e mbarshme, Ctrl A, sudo change owner dhe shikoj prap me LSL. Po, tu tani do ta bëj me sudo. Nuk e di carica? Nuk e di carica. Tani shikojmë që çfarë kishte user UV, grup UV, tani ka user root, grup root. Tani po grupin si e ndryshoj kjo? E ndryshoj me atë këtyre dy pikave këtu. Domethënë ne mund t'i japim emrin e ownerit, emrin e përdoruesit, 2 pika, emrin e grupit. Nëse emrin e grupit e lëm bosh, atëherë automatikisht merr të njëjtin grup si përdoruesi root.
Pra tani ky skedar I përket këtij përdorësit të rrugë. Dhe me kaq që mbyllim edhe këtë pjesën e të drejtave, po fillojmë pak me mund të vazhdojmë deri në 10 apo deri kur e kemi? Okej, po vazhdojmë edhe 10 minuta. Nuk e kam. Kam Se do iki të shkejme sot. Okej, shumë mirë. Atë po shikojmë edhe një të gjëra tjera, po kalojmë te proceset. Tani, një program që ekzekutohet në kompjuter quhet proces. Domethënë kur është në disk është program, po në momentin që fillon ekzekutohet, krijon një proces në memorie. Dhe në Linux proceset mund t'i shikojmë me komandën ps. Ose po e bëj një clear këtu, edhe fillojmë me ps. Tani, kjo komanda ps më tregon këto proceset që janë të lidhura me këtë terminalin këtu, që kam hapur. Dhe në këtë terminal është komanda bash, që merr këto komandë, që nxjerr këtë promptin edhe me komandën, është edhe komanda ps. Në momentin që komanda ps ka nxjerr listën, ka qenë edhe vetë komanda ps proces në këtë terminal. Pra vetëm këto dy janë në këtë terminal. Por mund t'i shtoj këtë opsionin A komandës ps. Tani kjo më tregon proceset për çdo terminal. Pra përveç këtij terminalit PTS/0, më tregon edhe këto nga proceset nga terminali TTY2. Këtu vëmë re këto kolona. PID është process ID, është një numër. Çdo proces në Linux ka një numër ose identifikohet me një numër. Terminali është nga është startuar, nga është startuar ky proces. Kështu këto që janë me terminalin PTS/0 janë startuar nga ky terminali këtu, nga shelli që ne po përdorim. Dhe pastaj koha është koha që ka qenë që ky proces është duke u ekzekutuar. Edhe komanda që e ka startuar këtë proces. Mund të jetë një komandë e gjatë se kjo, ose mund të jetë një komandë e shkurtër. Dhe ky është gjendja e procesit, ose state, ose status. Kjo S-ja tregon sleeping, kjo R-ja tregon running, edhe ca gjëra tjera, që s'është nevojë të kuptojmë të gjitha detajet për momentin. Tani, me anë të opsionit help, ne mund të shikojmë se çfarë opsionesh të tjera ka kjo komanda ps. Dhe faktikisht këtij opsionit help ne do t'i shtojmë ose një simple ose list ose output e kështu me radhë. Kështu që unë po shikoj versionin e thjeshtuar me simple. Dhe kjo më tregon edhe disa opsione të tjera që mund të përdor me këtë komandë, me komandën ps. Edhe se çfarë kuptimi ka secila prej tyre. Tani, nëse bëj ps AUX. Dhe këtë e kaloj te komanda less, sepse outputi i kësaj është çiki gjatë. Dhe me komandën less do të shfaq faqe për faqe. Kjo aja e parë ishte për all. Kjo mund nxjerr listën e gjitha proceseve të sistemit. AUX tregon ose nxjerr listën e gjitha proceseve të sistemit. Shikojmë këtu tek PID, kemi një proces që është numër 1. Ky është procesi /subin init. Kur ndizet sistemi Linux, procesi i parë ose programi i parë që ekzekutohet është kjo, subin init. Dhe kjo pastaj starton edhe proceset tjera që hapin atë diktaren ku futet username passwordi. Pas të futet username passwordi, që aty startojnë proceset tjera. Kur klikoj unë tek ikona e terminalit, hapet terminali, ku shkruaj një komandë brenda terminalit, fillon një proces tjetër që i përket këtij programi, që ekzekutohet brenda terminalit. Dhe kështu krijohet një hierarki proceses. Domethënë një proces starton një ose disa procese të tjera.
Këto proceset kanë një parent që është procesi që e ka startuar këtë proces. Edhe ky procesi ka disa children që janë këto proceset që ka startuar. Dhe shtyp që për të dalë nga kjo list, nga programi list, dhe mund të përdorim të komandën ps3 që të shikojmë listën e proceseve po të strukturuar sipas varësisë parent children. Ja ta hapi edhe me list këtë, ps3 list. Ose mund ta shikojmë edhe me scroll, pra është një listë goxha e gjatë procesesh. Por gjithsesi në krye është sistem 2, që është procesi numër 1. Pastaj ai starton Monte Manager që starton 3 procese tjera, Network Manager që starton 3 procese tjera, e kështu me radhë. Edhe pra proceset janë të 3. Po, enter do të shikojmë në scroll. Pra çdo proces starton disa procese tjera, children, dhe një proces ka vetëm një parent, një prim. Nëse kësaj ps3 i shtoj edhe këtë opsionin -p, po. Ajo mes të leja që apo jo? Jo, ajo është viza pingule, që është pipe. Po. Është pipe dhe pastaj kalojmë tek list. Po. Jo. Do një vend bosh, viza pingule është këtu. E ke këtu me shit, edhe tani kjo po ja ç'a bën? Kjo po ja tregon edhe process ID, pra tregon edhe numrat e proceseve. Përveç emrit, tregon edhe numrat ose ID e çdo procesi. Ose nëse e bëj ps3 -p edhe uv. Kjo UV tregon gjitha proceset që i përkasin, pra me liston gjithë proceset që i përkasin userit UV. Mund të hapim edhe me list. Pra, këto janë edhe shumica e proceseve faktikisht të lidhura me përdoruesin UV janë, se s'ka në këtë moment vetëm ky përdorues është duke përdorur këtë kompjuter. Tani, po të shikojmë këtu të kjo tema shumë e gjatë. Mirë. Po. Po e mbyllim për sot dhe vazhdojmë prapë të martën.